Pika e 4 është shqyrtimi i programit të vlerësimit ex post të akteve juridike. Të nderuar anëtarë të qeverisë, para jush është tabela e ligjeve që do të nënshtrohen vlerësimit ex post, një instrument thelbësor për të matur efektivitetin real të legislacionit tonë pas hyrjes në fuqi. Përmes kësaj tabele, ne nuk po bëjmë thjesht një listim teknik, por po vendosim një standard të ri të llogaridhënies. Çdo ligj duhet të provohet në praktik, të analizohet për ndikimin që ka pasur në qytetar, ekonomi dhe në institucione, dhe të vlerësohet nëse ka arritur objektivat për të cilët është miratuar. Kjo çështje është vendos fokusin nga miratimi formal i ligjeve te rezultatet konkrete të cilat ato i prodhojnë. Vlerësimi ex post është i rëndësishëm sepse siguron cilësi, koherencë dhe përmirësim të vazhdueshëm të sistemit tonë juridik. Ai na ndihmon të identifikojmë boshllëqet, mbivendosjet, barrën administrative të panevojshme apo efektet e paparashikuara, duke na dhënë bazë për ndryshime të arsyetuara dhe të bazuara në provë. Kësaj garantojmë që ligjet tona të jenë funksionale, proporcionale dhe në shërbim të interesit publik. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.